me qenë se Shqipëria ishte në një izolim total ndërkombëtar. Në izolim total ndërkombëtar ishte, do të thotë. Asnjë shtet i perëndimit nuk ishte njoft qeverinë e Shqipërisë. Ajo, do të thotë, në një kuptim ishte detyruar që ta thellonte bashkëpunimin me Partinë Komuniste të Jugosllavisë në atë kohë. Por ai bashkëpunim ishte do të thotë sipas planeve të Jugoslavëve që Shqipëria të bëhet Republikë e Shtatë. Dhe kjo histori është e vërtetë. Pra, edhe udhëheqësja e Shqipërisë është pajtuar që Shqipëria do thotë të bëhet Republikë e Shtatë e Federatës Jugoslave. Por unë e vlerësoj si historian se qëllimi kryesor i Jugoslave ishte që me këtë plan përfundimisht do thotë të heqen nga rendi ditës çështja e Kosovës, e cila vazhdonte të mos dorëzohej para sundimit serb dhe jugoslav. Ishte themelu dhe veprante NDSH-ja, domethënë Organizata Nacionale Demokratike Shqiptare. Ishin, do thotë, trimat dhe guzimtarë shqiptarë që, do thotë, nuk dorëzoheshin para zhvillimit të situatave të tilla. Do thotë për një glabrim të Shqipërisë nga ana e Jugosllavisë, por edhe për vazhdimin e pushtimit të Kosovës nga Jugoslavia përkatësisht nga vetë Serbia.